A kanë më tej një faturë zero pas kthimit të investimit? Apo Atëherë, është iluzionale? faturë zero ideale nuk ka. Mota e kompanisë tonë është faturën lera diellit, do të thotë që pjesa dërmuese e faturës mund shlyhet nga impjanti fotovoltaik. Siç e shpjegova, për efekt teknik, për mënyrën si llogaritet, faturë zero pothuajse nuk ka. Megjithatë, fatura minimizohet shumë. Shto këtu dhe pjesën që impjantet janë ndërtuar të tilla që kanë nevoja minimale për mirëmbajtje, kanë kosto shumë të ulta për mirëmbajtje, bëhet fjalë për një kosto për larje në varësi të pozicionit ku ndodhet impjanti 2-3 herë në vit, po themi, që mund ta bëjë dhe vetë. Këtë proces mund ta bëjnë dhe vetë bizneset apo individët që kanë impjante, sepse është një proces i thjeshtë, vetëm me ujë dhe fshesë, nuk ka asnjë lloj trajtimi special. Ndërsa nga pikpamja fizike, modulet fotovoltaike dhe i gjithë impjanti është ndërtuar i tillë që të jetojë edhe 100 vjet, pa asnjë problemi. Është ndërtuar i tillë që të mbijetoj kushteve ekstreme, temperaturave shumë të ulta, temperaturave shumë të larta. Përfshirë edhe breshrin, po themi këtu. Kështu që nëse nuk e godet me një gur apo plumb apo nuk shkon ti biesh me çekiç, një impjant nuk është se e gjen gjën vërtetësi. Dhe kostot e mirëmbajtjes të ofruara nga kompanitë janë minimale, do të thotë janë në rangun e 2-3% të vlerës investimit në vit.